Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakojemi në kanalin ton Rrëfi me Jete, për të ndarë një letër goxha të dhimbshme, një letër që në fakt nuk e besoja që do të më arrinte në redaksin time, por ja që në universin ku ne jetojmë, kohëve të fundit njerëzit siç duket po bëjnë më të keqen që të nxjerrin anën e tyre më negative, të nxjerrin anën e tyre më të tmerrshme dhe të shndrohen në çnjerëzor, jo në njerëzor. Letrën e ka shkruar një nën e cila ja kushton vajzës së saj një histori që ju do t'ju habit, ajo ka nevojë për komentin tuaj, ju jepni komentin, jepni mendimin, sepse ndonjëherë ndihma për një njeri është në të gjitha dimensionet, vetëm me një koment mundeni të ndryshoni jetën e një njeriu i cili ka nevojë për mbështetjen tuaj. Vajza ime e dashur, nuk e di nëse do të mund ta dëgjosh ndonjëherë këtë letër, por ndoshta do ta shohësh vetëm si disa fjalë të një nëne që nuk di të heshtë. Por unë e shkruaj me shpresën se një ditë zemra jote do ta dëgjojë atë që veshët e tu sot nuk duan në asnjë mënyrë ta dëgjojnë. Që në ditën kur erdhe në jetë, jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Çdo buzëqeshje e jotja ishte lumturia ime. Çdo lot i yti më dhëmte më shumë se çdo dhimbje që kam provuar në jetën time ndonjëherë. Nuk kishte natë pa u zgjuar për ty dhe nuk kishte ditë pa menduar si të të shihja unë ty të lumtur. Nuk ishin familja më e pasur në botë. Nuk të dham gjithçka që ti dëshiroje, por u munduam të mos të mungonte dashuria. Sakrifikuam shumë ëndra tona, që ti të kishe mundësi të ndërtoje të tuat. Kjo nuk ishte barë për ne, ishte privilegj. Pastaj erdhi dita kur u dashurove. Unë me thënë drejtën, nuk isha kundër dashurisë. Asnjë nën nuk duhet të jetë. Përkundrazi, gjithmonë kam ëndërruar që ti të gjeje dikë që të respektonte ti, të bronte dhe të bënte ty të lumtur. Por me kalimin e kohës, ndjeva se po largoheshe nga ne. Telefonatat u bën më të ralla. Vizitat u pakësuan. Festat familjare nuk kishin më të njëjtin kuptim. Karigja jote mbeti shumë herë poshtë. Nuk na dhimbte fakti që kishe krijuar jetën tënde. Na dhimbte se dukej sikur po fshije jetën që kishe pasur me ne. Jeta të solli një mundësi, njerëz të rinj dhe kushte shumë të mira. Mund të njohësh njerëz të pasur, të jetosh më mirë dhe të arrish ëndrat e tua. Si nën, unë vetëm do të gëzohesha për suksesin tënd. Por me të vërtet, do të më trishtonte nëse në atë rrugë do të humbisje lidhjen me njerëzit që deshën, pa kërkuar asgjë në këmbim. Pasuria është bekim kur shoqërohet me përullësi. Dashuria është e bukur kur nuk të largon nga ata që të kanë dashur gjithmonë. Shtëpia jonë nuk është luksoze. Muret nuk janë të mbuluara me arë. Por aty ende jetojnë kujtimet e tua, hapat e parë, lodrat të qeshurat, ditët kur vrapoje drejt meje duke më thirrur mami. Ato kujtime në thelb nuk janë varfëri. Janë pasuria jonë. Në të vërtet nuk shkruaj për të gjykuar, nuk të shkruaj për që ti të ndjesh në faj në asnjë mënyrë. Shkruaj sepse unë ty të dua. Nëse ndonjëherë të kemi lënduar, më fal. Edhe prindërit gabojnë. Nuk jemi të përsosur, por të kemi dashur gjithmonë me gjithë zemër. Mos haro kur se familja nuk është vendi ku shkon vetëm kur ke nevojë.
Familja është vendi kur dera mbetet e hapur edhe kur ke munguar gjatë. Nëse një ditë ndihesh vetëm, mos mendo se është vonë për të kthyer. Nuk do të pyesim pse, nuk do të gjykojmë. Do të të përqafojmë si ditën kur ishe ti e vogël. Unë nuk dua pasurinë tënde, nuk dua dhurata, nuk dua asnjë gjë materiale. Dua vetëm të të shoh, të dëgjoj zërin tënd dhe të di që ti në të vërtet je mirë. Koha kalon shpejt, prindërit plaken, flokët zbardhen, hapat ngadalësohen, por dashuria për fëmijën nuk plaket kurrë. Një ditë edhe ti do të mund të bëhesh nën. Atëherë ndoshta do ta kuptosh pse një nën pret me orë të tëra një telefonat që zgjat në thelb vetëm 2 minuta. Pse qan në heshtje kur vajza e saj largohet? Pse vazhdon të lërë dritën ndezur, si kur fëmia i saj do të hyjë nga dera në çdo qas. Vajza ime, unë lutem për ty çdo ditë. Lutem që të jesh e shëndetshme, e lumtur dhe e rrethuar nga njerëz që të duan sinqerisht. Mos harro rrënjët e tua. Pema mund të rritet shumë lart, por jeton fal rrënjëve. Nëse kjo letër arrin ndonjëherë në zemrën tënde, dije se nuk është një thirrje për të kthyer pas në asnjë mënyrë. Është një kujtesë se pavarësisht se ku je, gjithmonë do të kesh një shtëpi dhe një nën që të pret. Do të dua sot, nesër dhe deri në frymën time të fundit, me gjithë dashurinë e botës, nëna jote. Në fakt, kjo është një letër që ka shumë emocion brenda, e dëgjuat edhe vetë. Ka shumë raste të tilla në familjet shqiptare që vajzat kanë kaluar një jetë pak më me sprova tek prindërit, tek babai i tyre, domethënë nuk kanë patur një të ardhme, nuk kanë patur një mundësi më të artë se ato kanë dashur. Ndonjëherë njeriu ka probleme me mendimet, me emocionet, me ndjenja, domethënë mendimet janë ato të cilat të bëjnë që ti të marrësh rrugën e gabuar, sepse për të menduar për një diçka duhet të ulesh shumë gjatë mendosh, duhen ditë, duhen natë, duhen muaj, duhen javë për të marrë ti një vendim të saktë. Dhe në këtë rast unë shoh një vajzë e cila është pasionuar pas të ashtu quajturës para, e cila ndonjëherë shprehet në dashuri dhe sot nuk e ka iden për familjen dhe nuk e ka iden që ka 2 prindër të cilët e vuajnë mungesën e saj, presin nga vajza e tyre që të rikthehet dhe të jetojnë momentin e bukur në familjen e tyre.